Përshëndetje, do t'jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama sulmoi shumë ashpër drejtsinë dhe ndërhyrjen e saj në pushtetin gjyqësor. Ai tha se socialistët ju dhan pavarësinë, por prokurorët e gjykatës janë dehur nga pavarësia. Rama foli për një keq funksionim të prokurorëve dhe gjykatësve. Pas disa vitesh në Aratis, sot morin me pranga në duar në Shqipëri Durim Bami. I shumë kërkuari nga SPAK për disa krime ishte zhvendosur në Dubai, ku edhe u ndalua, dhe pas një serie të gjatë procesesh atje u vendos që të kthehet në Shqipëri. Debati për presidentin e Kosovës përfshin edhe familjen Jashari. Murat Jashari mohon çdo synim për të garuar, duke hedhur poshtë idenë e një konsensusi automatik, siç u përmend nga Glauk Konjufca. Partitë politike vjojnë diskutimet për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ashtu siç dhe ju lajmëruam edhe në titujt kryesor të këtij edicioni informativ, do t'ju njohim tani me zhvillimin kryesor politik, i cili ka të bëjë me mbledhjen e mazhorancës. Në fjalën e tij hapse të kësaj mbledhje, fjalë që u transmetua direkt nga mediat, kryeministri Edi Rama sulmoi shumë ashpër drejtsinë dhe ndërhyrjen e saj në pushtetin gjyqësor. Ai tha se socialistët ju dhan pavarësinë, por prokurorët e gjykatës janë dehur nga pavarësia. Rama foli gjithashtu për një keq funksionim të prokurorëve dhe gjykatësve. Ne do të lidhemi tani me Muhamet Veliun. Muhamet, të përshëndes, na tregot lutem më shumë në lidhje me kritikat që kryeministri bëri ndaj drejtësisë. Çfarë deklaroi ai? Monika, kryeministri Edi Rama në të mbledhje të përbashkët mes ministrave dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka shpallosur një katalog me shqetësime për drejtsinë e re, drejtsinë të cilën tha Edi Rama e kemi mbështetur, por tashmë vërehet se kjo drejtësi e re është e dehur nga pavarësia dhënë pikërisht nga Partia Socialiste. Do e theksoja vetëm një moment, Monika, kur Edi Rama tha se po shikojmë gafa e lajthitje të drejtësisë së re, ne nuk bëjmë presion, tha ai, por kërkojmë mirë kuptim që gjërat të mos shkojnë më keq. E ndjekim kryeministrin. Për më rrezikshme se smundja, ti marrin këto fjalë si inkurajim për të përmirësuar, për të bërë më të përgjegjshëm raport me liritë e njerëzve dhe të drejtat e tyre, si dhe më të vetëdijshëm për sfidën e madhe të rritjes profesionale e mbi të gjitha. Gjykatësit e këtij vendi të kuptojnë se të jesh gjykatës do të thotë të jesh i paanshëm, jo thjesht i pavarur. I pavarur dhe i anshëm është i tmerr. Për këdo. Çfarë mund të presi njëra palë nga gjykatësi, kur gjykatësi bëhet palë me akuzën dhe i kërkon akuzës të rëndojë pozitën e palës tjetër? Do thotë që nuk është më një gjyq me gjykatës. Është një përballje e kotë midis një njeriu që s'ka asgjë në dorë dhe një forcë të verbër të një pushteti që i ka të gjitha në dorë. Përfshirë edhe për paracaktuar fatin e jetës tij. Por duke u kthyer tek paradoksi, dua të ndaj me qetësi 2-3 fakte. Për gjithë ata që duan të dëgjojnë natyrisht se mua më duket se sikur nuk shkon që sa më shumë u luftoka korrupsioni, aq më shumë korrupsion paska. Dhe për më tepër pastaj për të dhënë për të gjithë ata që na kanë zgjedhur në radh parë një pasqyrë për të parë realitetin përtej tymit bombave artizanale të 700 tenxherave. Në historinë e prokurorisë së posaçme ka vetëm 10 akuza për korrupsion. 10. Në gjithë historinë. 16 për shpërdorim detyre. Tani shifrat mund të variojnë me pak, sepse për fat keq nuk janë të gjitha të publikuara në mënyrë transparente. Këto janë shifrat të Ministrisë Drejtësisë. Dhe rreth 15 raste për
pabarazi në tendera dhe në ankande publike. 10 për korupcion. Flas akuza, flas dënime. Tani, çfarë është e rëndësishme në këto dëna? 85% e rasteve i përkasin mandatit të parë dhe të dytë. Pra, një logjike thjesht të thotë që nuk është se sa më shumë ne rrim në qeveri, aq më shumë ka korrupsion, po sa më shumë ne jemi në qeveri, aq më shumë luftohet me korrupsionin. Dhe sa më shumë jemi në qeveri, aq më shumë janë edhe rastet të cilat dalin nga varret e të shkuarës. Përtej paradoksit, dhe këtë sfrit do të pa e thënë jashtë tekstit, që 4 varre të vrarësh janë ende në kërkim të drejtësisë, po nuk kanë ngut as për të bërë kontrolle banesash, që s'ka nevojë të bëhen në këtë rast, as për të ngritur akuzë, për arsye që gjithkush mund i marrë me mend në mënyrën e vet, po ne nuk i dim faktikisht cilat janë. Tani, ky është një fakt. Një fakt tjetër është që Shqipëria renditet nga Komisioni Evropian, jo nga ne, në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, për integritetin e prokurimet publike, me diferencë nga vendi i dytë, që do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. E treta është Shqipëria i Albanias që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Rrotullime rreth tokës. Dhe thuajse 1 miliard euro nga xhepi për të gjitha llojet e situatave. Do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Raste akuzash për korrupsion mund të jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshihen jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Po emisione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund të jenë 10 milion. Vetëm në tenxheren e Blendi Fevziut, që me masinë e vetë më thithë dhe mua ndonjëherë, mund të jenë bërë 1000 emisione ku fjala korrupsion mund të jetë përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se çfarë batërdie bëhet mbi daullet e veshëve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe çfarë bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni,
edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni, Shqipëria vetë rritet në çdo drejtim fal korrupsioni. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librash-Prenjas. Një rrëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit. Në një autostradë nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur absolutisht asnjë lloj gjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në atë aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës. Ishte kryeministri Edi Rama në fjalën e tij hapse të mbledhjes që po mbahet në pallatin e Brigatave të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Është duke ndjekur gazetari ynë Muhamet Veliu nga afër këtë mbledhje, ndërkohë një përmbledhje më të detajuar për këtë qendrim të ri dhe të fortë të kryeministrit ndaj drejtësisë do të keni mundësi ta ndiqni të plotë në edicionin informativ të orës 15, por dhe në faqen tonë të internetit. Pas disa vitesh në Arati, sot mbërin me pranga në duar në Shqipëri, Durim Bami, i shumë kërkuar nga SPAK për disa krime, ishte zhvendosur në Dubai, ku edhe u ndalua, dhe pas një serie të gjatë procesesh atje, u vendos që të kthehet në Shqipëri. Doriana Bezad do të na tregojë tani se kur mbërin avioni me të cilin po transportohet Durim Bami, por edhe për skedën e penale të tij, për të cilën SPAK e kërkon. Po, Doriana. Përshëndetje Monika, tashmë Emiratet e Bashkuara Arabe nuk janë më një stres sigur për kriminalët shqiptar dhe siç është treguar edhe në ekstradimit e tjera, policia e shtetit fal shkëmbimit të informacionit dhe letër porosive ka arritur që të ekstradojë nga Dubai, ku arrestuar në tetor të vitit 2024 një prej personazheve më të kërkuar në vendin tonë, siç është Durim Bami, i cili ka një urdhër arresti nga SPAK dhe nga gjykata e posaçme në lidhje me disa vepra penale, ku më kryesore janë sigurimi i kushteve për kryerjen e SPAK-ut 3 vrasjeve, të cilat kanë dalë këto të dhëna nga zbërthimi i komunikimeve në rrjetin Sky ECC, ku rezulton se Durim Bami ka siguruar kushtet për kryerjen e vrasjes së ish deputetit të Partisë Socialiste Arben Doka, po ashtu të Erigesh Mihasit dhe të Tori Xhexhukës. Nga ana tjetër, Durim Bami është edhe kreu i një grupi kriminal të fokusuar në zonën e Niklës, ku në vitit 2019, 2020, 2021 ka kultivuar kanabis në këtë zonë ku edhe kishte funksionin kryesor grupi i tij kriminal. Nga ana tjetër, ai është edhe një target për shumë grupe të tjera kriminale, të cilat për vite me radhë kanë kryer atentate, të cilat kanë rezultuar të gjitha të pasuksesshme, bazuar sigurisht në komunikimet që tashmë janë në dorën e SPAK, rezulton se janë paguar deri në 1 milion euro për eliminimin e tij, por nuk ka mundur dot që të bjerë në grackën e këtyre atentateve dhe gjithmonë ka shpëtuar me lëndime të lehta. Nga informacionet që Top Channel ka siguruar, avioni që e transporton Durim Bamin nga Abu Dhabi është nisur drejt Stambollit prej mëngjesit dhe pas kryerjes së procedurave në Stambol, ai do të vijë në kryeqytet ku pritet të mbërrit rreth pasdites. Faleminderit Doriana Bezat. Debati për presidentin e Kosovës përfshin edhe familjen Jashari. Murat Jashari mohon çdo synim për të garuar, duke hedhur poshtë idenë e një konsensusi automatik, siç u përmend nga Glauq Konjufca. Ndërkohë, partitë politike vjojnë diskutimet për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Duket se nuk kanë asnjë qëllim për të bërë pjesë e garës për postin e presidentit në Kosovë. Antarë të familjes së heroit Adem Jashari kanë hedhur poshtë mundësinë e përmendur më herët nga ministri i jashtëm Glauq Konjufca, i cili deklaroi se nëse do të vinte një emër për president nga kjo familje, do të ishte një konsensus automatik në shoqëri. Kosova duhet të nxitojë për zgjedhjen e kreut të shtetit deri në 4 mars, në mënyrë që të shmangë zgjedhje të tjera të parakohshme, teksa presidentes aktuale Vjosa Osmani përfundon mandatin në 4 prill.
edhe pse Osmani nuk duket ta ketë mbështetjen e partive parlamentare për një mandat tjetër, deri tani nuk ishin përmendur emra të tjerë të mundshëm për president. Duke folur pas një takimi me kryediplomaten e Shqipërisë Elisa Spiropali, Konjufca u shpreh se mes partive politike deri më sot ka konsensus vetëm për një president që do të vinte nga familja e Jashari. Por Murat Jashari, djali i vëllait të Adem Jasharit, pohoi për Vox Kosova se nuk ka interes apo qëllim për të bërë president. Ua kanë bërë të qartë partive politike se cilat janë arsyet përse unë nuk e bëj, sepse mbi supet e mia rëndon një barre madhe, ishte komenti i tij. Qëndrimin e tij e konfirmoi më vonë edhe Bekim Jashari, ish kryetari i komunës së Skënderajt, i cili i tha RL-s se nuk i heq kësaj deklarate asnjë pikë apo presje. Më herët Konjufca nuk ju përgjigj pyetjes nëse nga familja e Jashari kishte pasur vullnet të mirë për këtë çështje. Pak ditë më parë kryeministri Albin Kurti ndaloi në prekaz të Skënderajt tek familja e Jashari dhe rrofeu për mediat se kishte biseduar me Rifat Jasharin për çështje politike. Gjermania hyn në një fazë të re të modernizimit ushtarak. Bundestagu ka miratuar blerjen e dronëve kamikaz për Bundesrein, në një vendim që synon forcimin e krahut lindor të NATO-s. Kontrata fillestare ka vlerën e qindra milion eurove, ndërsa sistemet pritet të jenë operative deri në vitin 2027. Vendimi vjen në sfondin e luftës në Ukrainë dhe rritjes së tensioneve në Europën lindore. Komisioni i buxhetit i Bundestagut ka miratuar blerjen e dronëve luftarak kamikaz për forcat armatosura gjermane. Kjo është hera e parë që aprovohet për ushtrinë gjermane blerja në shkallë të gjerë e dronëve të tillë, të cilët shpërthejnë direkt mbi objektiv. Fillimisht, sistemet do të merren nga kompanitë gjermane Helsing dhe Stark Defense, me vlerë rreth 540 milion euro. Shpenzimet totale janë kufizuar në maksimum 2 miliard euro, më pak se 4.3 miliard sa ishte planifikuar fillimisht, dhe çdo tejkalim kërkon miratim të ri nga komisioni. Dronët që shpërthejnë mbi objektiv ose hedhin eksploziv konsiderohen armë kyçe në luftën moderne, veçanërisht pas përvojës në Ukrainë. Njësia e parë që do t'i përdor do t'jetë Brigada Lituania në krahun lindor të NATO-s, me planin që sistemet të jenë operative në vitin 2027. Janë porositur disa mira në fazën e parë, ndërsa në total pritet një numër 5 shifror. Ka pasur rezerva politike lidhur me investitorin amerikan Peter Thiel, i përfshirë në Stark Defense, por ministri i mbrojtjes Boris Pistorius deklaroi se ai zotëron më pak se 10% të aksioneve dhe nuk ka ndikim vendimmarrës. Blerja bëhet në kontekstin e luftës në Ukrainë dhe forcimit të krahut lindor të NATO-s, dhe po konsiderohet si një zgjerim i qartë i kapaciteteve sulmuese të Bundeswehrit. Në këto momentin do të shkojmë sërish në pallatin e brigadave, është duke folur sërish të kryeministri Edi Rama. Ndjekim. Ish-qevenarit të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucionet të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet të bëjmë secili punën e vet, ne tonë, drejtësia të vetën. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kur do erë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes spakut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohueshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë.
Por kush i bën këto krahasime, nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pavajsisë Gjermania e ka në një pjedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik, të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku në Gjermani gjykata i bën të pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Jo vetëm kaq, po në Gjermani dhe në tjera vende europiane drejtësia nuk merret me gërmime në të kaluarën e ministrive dhe të agjensive, sepse nuk e ka fituar pavarësinë para 10 vjetësh. Dhe nuk e ka filluar punën prokuroria e pavarur para 5 vjetësh. Po prej shekujsh, prezumimi i pavajsisë në Gjermani është në pjedestalin e hartë nga kusht se ka zbritur askush, pa llogaritur kohrat e tmerrshme që ka kaluar Gjermania në një fazë të historisë vet. Kështu që atje nuk ka dyshime të natyrës historike mbi korrupsionin për të qëmtuar në për arkivat e dikastereve të qeverisë. Siç ndodh këtu, ku siç e thash, mbi 85% e çështjeve i takojnë mandatit ton të parë dhe dytë. Apo ndonjë çështje i takon dhe atyre paranesh, po ato të atyre paranesh janë çështje që nuk kanë ngut ato. Ndërkohë që 700 tenxheret e pazarit ton bubullojnë më shumë se asnjëherë për korrupsionin që na qen nga më i madh se asnjëherë. Dhe nga ana tjetër, as në Gjermani dhe as në demokracitë e tjera të konsoliduara të Europës nuk ka një kompani transporti prokuroria, ose më saktë nuk funksionon prokuroria si kompani transporti që merr male me dokumenta nga arkivat e ministrive të agjensive dhe i çon në zyrat e prokurorisë. Madje, tani është arritur dhe një nivel tjetër. Se deri dje ishte niveli që një konkurrent i mërzitur pse humb një tender, i shkruan spakut pa dhënë as edhe një provë, vetëm duke bërë fantazinë e tij dhe hapet hetimi mbi bazë dokumentash. A thua se shteti nuk i ka institucionet që merren me shqyrtim e dokumenta. Po tani kërrehen dhe futen në furgon edhe dokumentat e një tenderi që është në proces, që nuk ka mbaruar fare, është në proces. Po në Gjermani këto nuk i imagjinon dot njeri, sepse andej kufit mes problemeve administrative dhe problematikës penale janë shkruar përpara se sa ata të nxirrin shtyp shkronjën. Jo si në Shqipërinë e kësaj faze të re historike në drejtësi, kur drejtësia e pavarur duhet të rritet duke mësuar. Po duke mësuar në kurriz të lirive dhe drejtave të njerëzve. Duke mësuar edhe deri në dhunim të administratës apo të sipërmarrjes, se është kollaj të marrësh të pandehur një tufë sipërmarrësish edhe ti linçosh publikisht. Po ata sipërmarrësit kanë kredi nëpër banka, ata sipërmarrësit kanë plane zhvillimi, ata kanë mira njerëz për të shyer dhe kur ju del emri ashtu bankat ju thon stop, shkoni sqaroni një herë, pastaj hajdeni prapë. Ndërkohë që Mirë, ishte kryeministri Edi Rama në fjalën e tij hapse në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ndërkohë këtë mbledhje po e ndjek nga afër gazetari ynë Muhamet Veliu. Më të përmbledhur do ta ndiqni në edicionin e orës 15 apo në faqen tonë të internetit. Eci më tej.
Një segment i autostradës joniane në Greqi prit të qëndrojë për 2 muaj mbyllur për shkak të rrëshqitjes masive të dherave. Punimet vijojnë me ritme intensive në segmentin e mbyllur të autostradës joniane, ku rrëshqitjet masive të dheut dhe gurve prej fundit të janarit kanë bllokuar të 2 drejtimet e qarkullimit. Ekskavatorët, duke punuar nga maja e shpatit, po e ndajnë malin në nivele dhe po largojnë mijëra metra kub materiale që kanë mbuluar rrugën. Rrëshqitja e madhe e dheut në këtë segment u shkaktua pas një periudhe me rreshje intensive dhe të vazhdueshme shiu në zonë. Masat e ujit ngopën terrenin duke destabilizuar shpatin dhe duke sjellë shembjen e mijëra metrave kub dheu dhe shkëmbinj mbi rrugë, fakt që detyroi autoritetet të mbyllin menjëherë qarkullimin për arsye sigurie. Prej 25 ditësh, zona është ndruar në një kantier të madh ndërtimi me synim parandalimin e rrëshqitjeve të reja në të ardhmen. Në terren ndodhen vazhdimisht gjeolog dhe inxhinier, të cilët monitorojnë lëvizjen e tokës përmes sensorëve të vendosur në shpat. Të dhënat që mblidhen do të përcaktojnë studimin për stabilizimin përfundimtar dhe zgjidhjen afatgjatë të problemit. Sipas vlerësimeve aktuale, drejtimi nga Arta drejt Amfilohis do të mbetet i mbyllur për të paktën 2 muaj, ndërsa mbetet e paqartë nëse do të lejohet qarkullimi në të 2 kahet për periudhën e pashkëve. Autostrada joniane është një nga akset më të rëndësishme rrugore të vendit. Ajo u dha në funksion të plot në gusht 2017 pas gati 11 vitesh punimesh. Me gjatësi rreth 196 kilometra dhe kosto totale 1.1 miliard euro, lidh Antirion me Janinën dhe rrjetin e autostradës Egnatia. Mbyllja për një periudhë kaq të gjatë ka krijuar probleme serioze në lëvizjen e automjeteve dhe në transportin e mallrave, duke detyruar drejtuesit të përdorin rrugë alternative. Ndërkohë situata lidhet edhe me kushtet e motit, pasi rreshjet e shumta në ditët e fundit në Greqi kanë shkaktuar probleme në shumë rajone me përmbytje në Evros, Kozan dhe Ilia, si dhe dëmtime dhe ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në disa segmente të tjera të rrugëve dytësore të vendit. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Korça i dha lamtumirën e fundit aktorit të njohur Zhani Zicishti. Homazhet u mbajtën në teatrin e Korçës, ku familjar, kolegë dhe përfaqësues të artit vlerësuan kontributin e tij në skenë dhe kinema. Me ndarjen e tij nga jeta, arti shqiptar humb një figurë të rëndësishme, ndërsa trashëgimia e tij mbetet pjesë e memorisë kulturore. Homazhe në nderim të aktorit të njohur Zhani Zicishti janë mbajtur këtë të njëjtën në teatrin e Korçës, ku të afërm, kolegë dhe përfaqësues të botës së artit i dhanë lamtumirën e fundit. Gjatë homazheve u vendosën kurora me lule, ndërsa mesazhet e ngushëllimit nuk munguan as nga figura të njohura të jetës kulturore. Miq, kolegë dhe përfaqësues të pushtetit vendor vlerësuan kontributin e tij të gjatë në skenën e teatrit dhe kinematografi. Ata e kujtuan si një profesionist të përkushtuar, me dashuri të pakushtëzuar për artin. Edhe sot batutat e tij qarkullojnë për spektatorët, sepse vërtet ka lënë mbresa të pashlyeshme në kinematografi. Sot është një humbje madhe për teatrin e Korçës edhe për tërë artin shqiptar. Unë kisha jo vetëm mik, jo vetëm maestro, por dhe komshi, kështu që kemi ndarë shumë gjëra me aktorin tonë të madh. Ai do të mbetet për dashësit, për publikun, por dhe për komunitetin artistik, një nga figurat i cili diti me shumë profesionalizëm të jap kënaqësi, të jap role të jashtëzakonshme dhe unë besoj që ai do të jetojë gjatë me veprën e tij. Vdekja e tij është patjetër një humbje e madhe në radhë të parë për familjen, për shokët, për miqtë e tij, por edhe për gjithë publikun korçar, edhe për artdashësit në Korçë dhe më gjerë në gjithë Shqipërinë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Me ndarjen nga jeta të Zicishtit, arti shqiptar humb një emër të rëndësishëm, por trashëgimia e tij artistike mbetet pjesë e memories kulturore të vendit. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.